Veteranët si të tillë, veteranët të gjithë e dinë se çka kanë përjetuar dhe çka kanë bërë për vendin. Paraqitja e veteranëve ose uniforma e veteranëve, qëllimi është me ngrit ndjenjen të rinj, me ngrit patriotizmin dhe dashurinë, dhe unë besoj që edhe shkollat tjera do ta përqafojnë këtë projekt dhe do të vazhdojnë, sepse qëllimi është vazhdimësia e veteranëve edhe pasi mos jenë veteranë më. Dhe kemi marrë në përfundim së bashku që uniforma e veteranit të ketë studentët në këtë rast të kenë një emër dhe emri i tyre do të jetë kadet e lirisë. Dhe ata do ta përfaqësojnë shkollën, çdo shkollë, domethënë do ta ketë emblemën e vet, do ta përfaqësojnë me emrin kadet të lirisë dhe e veçanta e kësaj uniforme është që ata do të bartin beretën e bardhë, e cila përfaqëson paqen. Do të thotë mesazhi i studentëve është të përfaqësojnë paqen. Ne kemi pa në për shumë vende praktikohet që njerëz kalojnë me uniforma të ushtrisë, ka kadet që demonstrojnë, sidomos pjesën ceremoniale ku intonohet himni, dhe kemi menduar që çka është më e mira, veteranët të QK-s nuk ka me pas më kurrë, një herë ka pas, dhe kemi menduar që nxënësat tonë me parakalu me uniformën e veteranit. Këta nuk janë veteranë dhe jemi pajtuar me ideatorët e uniformës së veteranit të QK-s që me pas këtu ku shkruan Freedom Cadet. Më thonë që i bjen kadet të lirisë, dhe kanë edhe logon e shkollës dhe është i vetmi rast kur lejohet prej ideatorëve për me mujtë me u përdor uniforma e veteranit prej dikujna që nuk është veterani i ushtrisë shëndetare të Kosovës, është në ceremoni të diplomimit. Kjo uniformë është normal, një ndjesi shumë e veçantë, jo veç për mua, por për këtë neve shqiptarëve. Janë tishat e veteranëve të UQK-s, është një ndjesi shumë e veçantë edhe që nuk vjen gjithmonë. Na kemi nderin sot me veshën edhe me bo një program të shkurt për ceremoninë e diplomimit. Është një rast i veçantë që mundem me tregu për të ardhmen fëmijëve të tjerë që çfarë kontributi kanë pasur ushtarët për çlimin e Kosovës.